Shqipëria do të përballet më 8 tetor me Serbinë në Elbasan Arena për ndeshjen e radhës të turit eliminator të kampionatit evropian. Kjo ndeshje është duke u pritur me padurim nga të gjithë shqiptarët anë mban botës. Ndryshe nga ndeshjet e tjera, kjo sfidë do të jetë më shumë se sa një përballje futbolli, pasi ekipi shqiptar i drejtuar nga Xhani Debiazi do të jetë në presionin emocional të tifozëve për të fituar këtë përballje. Incidentet e 14 tetorit të vitit të shkuar në Beograd dhe 3 pikësh i marrë në tavolinë nga kombëtarja jon për ndeshjen me Serbinë, duket se dhe për ekipin mik nuk do të jetë lehtë. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me organet e rendit dhe sigurisë së vendit ka nisur hartimin e planit të masave për mbarvajtjen e ndeshjes. I vetmi problemi ngritur deri tani ka qenë mungesa e biletave në treg, madje pa bileta rrezikonin të mbeteshin edhe tifozët kuqezi, por pas negociatave me FSHF-n, grupimi që mbështet kombëtarën në çdo ndeshje siguroi 2100 bileta për ndeshjen e 8 tetorit. Në shkallët e stadiumit Elbasan Arena, ndryshe nga ndeshja një vitin më parë në Serbi, do të ketë dhe tifozë serb të cilët do të mbështesin kombëtaren e tyre. Do të jenë pikërisht 70 studentë të një universiteti serb të cilët do të jenë në shkallët e Elbasan Arena për të parë përballjen Shqipëri-Serbi. Nga ana tjetër, në Elbasan Arena ka rinisur puna për përfundimin e pistës së atletikës, ku punëtorët gjerman janë duke hedhur shtresën e fundit të tartanit. Siç e shihni, pas shpinës time janë punëtorët e një kompanie gjermane të cilët po punojnë me ritme të shpejta për të përfunduar shtrimin e pistës së tartanit. Tashmë, punimet janë në fazën e fundit dhe sipas burimeve të televizionit, pista do të jetë gati para ndeshjes. Pista e atletikës do të jetë standardeve ndërkombëtare, ajo do të ketë 6 korsi vrapimi, ndërsa në anën lindore të saj do të ndërtohen edhe 2 pista për kërcime atletike. Nga ana tjetër dhe në pjesën e jashtme të stadiumit, po jepet dora e fundit pishtarit të ngritur në anën e majtë të ballinës së stadiumit. Duke se pista e atletikës dhe pishtari do të jenë edhe punët e fundit në impjantin kuqezi, duke kompletuar atë me të gjithë elementët e parashikuar në projekt.